Kryeministri i vendit Hristijan Mickoski deklaroi se nuk do të ketë takim të dytë të liderëve edhe pas qëndrimit të LSDM-s dhe mosmbajtjes së fjalës duke ju referuar koalicionit AKI. Mickoski gjithashtu tha se qeveri teknike nuk duhet të ketë edhe për të mos dalë ai i keqi përsëriti qëndrimin dhe qeveri teknike do të ketë edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe më pas e njëjta nuk do të vlejë. Бидејќи СДСМ го промени својот став, а гледаме дека некои други од лидерската седба го менуваат својот став. Me që LSDM e ka ndryshuar qëndrimin vet, shohim se edhe dikush tjetër nga takimi i liderëve e ka ndryshuar qëndrimin dhe ne do e përsërisim. Qëndrimi është se koha po mbaron, ndërsa qëndrimi i fundit nga Këshilli Evropian nuk ka nevojë për monitorim. Kjo tregon se nuk ka nevojë për një mekanizëm të atill të qeverisë teknike, pasi që kjo vetëm se e bën sistemin jo efikas. Por që të mos jemi ne të këqit, themi që në zgjedhjet e ardhshme le të ketë qeveri teknike. Të japim mundësi opozitës të kenë ministrat e tyre në resore, që duhet t'i kenë dhe në bazë të atyre ndryshimeve që janë bërë në qeveri. Do të jetë Ministria për Politikë dhe Demografi Sociale dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe të tjerat janë në bujqësi, financa dhe tani do të jetë në administratë publike. Kryeministri Mickoski foli edhe për antarësimin në Bashkimin Evropian pa të drejtë vote, duke thënë se fillimisht duhet që ta shohin këtë propozim dhe më pas të japin edhe qëndrimin e tyre. Mickoski tha se qëllimi është që të punojmë, që të bëhemi antar në Bashkimin Evropian. Да го видиме прво тој non-paper, има некои лидери од регионот кои што тоа го барат, да бидеме искрени. Ta shohim këtë non-paper. Shumë herë kemi dëgjuar për integrimin e ngadaltë dhe mekanizmat mbrojtëse. Për shembull, Polonia 20 vjet nuk ka mundur të shfrytëzojë fonde strukturale për bujqësi dhe për së pari herë filloi të shfrytëzojë në vitin 2024. Fillimisht të shohim konceptin cili është dhe më pas do të tregojmë qëndrimin ton. Qëndrimi i qeverisë është të punojmë dhe të bëjmë gjithçka që duhet që të arrijmë qëllimin e dytë strategjik dhe ai është antarësimi në Bashkimin Evropian.